Janë publikuar pamjet nga vrasja e biznesmenit 43 vjeçar Edmond Mahalla në Elbasan. Siç shihet edhe në pamje, autori është i veshur me kapuç për të shmangur identifikimin nga kamerat e sigurisë. Në pranga për krimin u vu ish ortaku i viktimës Gjino Ago dhe 52 vjeçari Kujtim Pisha, roja i karburantit për moskallëzim krimi. Gjithashtu, policia gjatë hetimeve gjeti dhe sekuestroi dokumentet e shitblerjes së automjetit që u gjeti djegur në një fshat të Elbasanit, 3 celular dhe 2 DVR. Po ashtu, policia ka shpallur në kërkim 2 persona, Marcelo Arani, 32 vjeç, dhe Armando Kola, 35 vjeç. Arani, banues në Elbasan, ishte në masën e sigurisë arrest në shtëpi për një tjetër vepër penale, ndërsa Kola, banues në Laç, akuzohet për veprat penale, vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve shpërthyese dhe municionit dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Si ndodhi ngjania? Mbrëmjen e së dielës, 30 nëntor, biznesmeni Edmond Hyka alias Mondi Mahalla u ekzekutua brenda mjetit të tij tip Range Rover. Trupi i pajetit 43 vjeçarit u gjet brenda makinës rreth orës 20:35 në lagjen Emin Matraxhiu të qytetit të Elbasanit. Viktima sapo kishte dalë nga zyra, në afërsi të së cilës ndodhen bizneset dhe shtëpia e nënës së tij. Në momentin kur është futur në makinë, është qelluar me armë zjarri dhe ka marrë 3 plumba, 2 prej të cilëve në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Më pas në vendngjarje, mbërritën shërbimet e policisë të cilat kanë ngritur pika kontrolli në të gjitha daljet e qytetit, ndërsa janë bërë kontrolle në zonë dhe në ambiente të ndryshme për kapjen e autorëve. Atentatorët, pas janë siguruar se 43 vjeçari ndroi jetë, janë larguar me mjetin tip Audi të zi në drejtim të aksit Elbasan-Librazhd. Policia ndërkohë njoftoi se një grup i posaçëm hetimor, në drejtimin e prokurorisë, ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të krimit dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.